Madje, ndoshta dhe zona jonë ballkanike është pak e prirur të jetë shumë emotive. Emotive, sepse me zyrtar kështu e kemi temperamentin. Absolutisht, domethënë ose emocionohemi shpejt ose dëshpërohemi shpejt, e kemi këtë karakteristikë ndoshta genetike ose historike. Dhe kjo ndoshta her pas here, ndoshta edhe për situatat që kemi kaluar, i bën njerëzit të arrin këto konstatime edhe t'i marrin të mirë qëna. Ky vend nuk bëhet më, edhe kaq. Edhe kjo është, edhe disa persona i konvenon sepse dorëzohen, nuk punojnë, nuk lodhen. Udhësillja, edhe pse sigurisht nuk është në krahasim dinjitos, po vetëm një shembull për të na rikthyer vëmendjen. Shtetet e Bashkuara të Amerikës së fundmi janë bërë motivues me një thirrje të madhe, American Dream. Domethënë ëndra amerikane. Kjo ka bërë që gjithë popullsia, gjithë njerëzit të kenë një ëndër, të kenë një vullnet, të kenë një shpresë, të kenë një dëshirë, të kenë guximin për të shpresuar që gjithçka do ndryshojë. Kenë guximin ta mendojnë që çdo kush është një personazh që mund të japi kontributin e vet në çdo pjesë të shoqërisë. Nëse çdo person e mendon që ndryshimi duhet fillojë te vetja dhe jo te shoqëria, atëherë të gjithë do bashkohemi me këtë ndryshim revolucionar që do vijë bashkë me gjithë shoqërinë. Nëse ne mendojmë që ndryshimi duhet vite tjetri, shpresa le ta bëj tjetri se unë jam i dëshpëruar dhe po rrim në komoditetin tim, dëshpërimin tim, atëherë nuk ke mundësi të kesh asnjë sukses. Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe disa nga fushatat elektorale që kanë qenë fuqishme, kanë qenë vetëm për shkak të thirrjes në guximin për të ndryshuar edhe në guximin për të përmirësuar situatat edhe idenë që çdo kush është një faktor ndryshues. Çdo person duhet ta shohë veten për faktor ndryshues. Ndoshta femrat, unë do ndaloj pak te çështja e gjinisë femrore, gratë historikisht kanë pas sfida të ndryshme. Vështirësi të ndryshme nuk është vetëm kohën e sotme, por gjithmonë historikisht kanë pas ato vështirësi të ndaja. Por shpresa që kanë pasur ato, guximin e madh që kanë pasur për të ndryshuar, i ka bërë që ato të jenë revolucionare. Një dekan në Departamentin e Shkencave Islame në Cambridge thot, nisa një hulumtim për femrat muslimane edhe figurat që janë të rëndësishme që kanë bërë kontributin e tyre, mendova, paragjykova që do jenë 30-40 gra. Ndërkohë në hulumtime më dolën 8000 gra aktiviste që në kohë të ndryshme kanë qenë revolucionare, kanë bërë kontributin e saj të jashtëzakonshëm. E nisëm Aishën radiallahu anha, e cila thoshte Aishja ka qenë një nga figurat më të mëdhaja të historisë njerëzimit, jo vetëm kohën e pejgamberit alayhis salam. Pas vdekjes pejgamberit alayhis salam ka qenë një faktor shumë i rëndësishëm mendimtare për çështjen politike, ekonomike, situatën e vendit. Pra, ajo pavarësisht gjithçkaje, dëshpërimi që humbi bashortin, jetës situatën që kishte. Bashorti do si do, pejgamberin e Zotit, atëherë ajo prap kishte guximin, edhe nuk dëshpërohej, nuk mbyllej, po vazhdonte kontributin e saj. Më tutje, në kohë ndryshme dhe në vendet ndryshme kemi Fatima Al-Fahrie. Ajo është nga Maroku, ka qenë nga Maroku, edhe ka qenë e para që ka nisur klasën e studimeve islame, që më vonë u kthye universiteti më i vjetër në botë. Askush nuk e përmend, po ajo ka qenë themeluesi i universitetit më të vjetër në botë. Çfarë ka qenë? Domethënë ai guximi i saj, ajo forca e saj, ajo kontributi i saj i ka bërë që këto njerëz të arsimohen dhe të fillojë jo pak, po universiteti më i vjetër në botë. Më vonë kemi Zeynep El Ghazaliu, e cila ka qenë me kontribut të jashtëzakonshëm, ajo ka qenë në Egjipt. Në moshën 19 vjeçare ka themeluar organizatën e grave muslimane në Egjipt. Fillimisht e ka filluar, menjëherë janë antarësuar 5000 persona, edhe numri i të antarësuarve grave ka shkuar deri në 3 milion. Imagjinoni se sa shumë gra ju bashkangjitën kontributit saj dhe punës saj. Çfarë ka bërë? Vullneti dhe vetëm shpresa. Pra diçka jo materiale, diçka e brendshme. Nëse ti ke një motiv shumë të madh, shumë hynor, nëse ti ke një kauzë në jetën tënde, një dëshirë të madhe, një vullnet ose një piksunim shumë të lartë, atëherë gjitha sfidat e vogla duken pa përfillshme. Normalisht përgjithësia është dhe